bën durim për arsye se Yunusi alayhis salam, i cili ishte në barkun e balenës, Allahu pas asaj vështirësie ja çoi zgjidhjen dhe lehtësimin. Zekeria alayhis salam, i cili në moshë të shyer ishte pa fëmijë, Allahu subhanahu wa taala e gëzoi me fëmijë. Ibrahimi alayhis salam, i cili njashtu ishte pejgamberi i Zotit dhe i dashuri i tij, në moshë të shtyr pas vështirësive, Allahu ja sjeli me pas fëmijë. Andaj pas çdo errësire vjen agimi, pas çdo vështirësie vjen lehtësimi. Dhe Allahu na lusmi që Allahu na mësojë të kalojmë çdo sprovë me lehtësim ya Rabbel Alamin. E lusmi Allahun që Allahu na forcoje, e lusmi Allahun subhanahu wa taala që me ndihmën e tij Allahu na bëjë të dashur imanin, Kur'anin, Islamin ya Rabbel Alamin. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.